Transformimi I banjave termale të Bënjës po merr formë dita ditës, duke u kthyer në një hapësirë gjithnjë më tërheqëse si për komunitetin vendas, ashtu edhe për turistët e shumë që vizitojnë zonën. Punimet të cilat synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve kanë hyrë tashmë në një fazë të avancuar. Sipas teknikut të punimeve, Safet Çapoku, një pjesë e konsiderueshme e tyre ka përfunduar. Është përfunduar parkimi I automjeteve, autoveturave. Këtu më lartë është drejt përfundimit parkimi I kamerave. Këto zonat këtu kanë ngelur vetëm për argjil, për të mbjell barjen, për gjelbërime, për bimësi, për relaks. Më lartë, vazhdojmë pastaj në zona 5, zona 6, janë drejt përfundimit. Zona 4 është për tavolina, për tregtim artizanal të avisave të Prometit. Zona 5 është për amfiteatr. Brenda këtij muaji mendojmë të mbyllim këtë zonë edhe të vazhdojmë me vaskat mbi urë. Në çdo vask ka dhoma për veshje zhveshje, janë përfunduar atje ku janë përfunduar dhe vaskat, të tjerat si asesorist. Procesi nuk ka qenë I lehtë, gjatë zbatimit janë hasur vështirësi të shkaktuara kryesisht nga prurjet e larta të ujit, të cilat kanë ndikuar në ritmin e punimeve. Megjithatë, puna ka vijuar pa ndërprerje, me synim për të respektuar afatet e përcaktuara, shton më tej Çapoku. Nga rreshtet e nga njëra e tjetra është përsëritur disa herë puna, e kushtëzuar nga prurjet lumore. Aktualisht pritshmëritë janë që I gjithë projekti të mbyllet brenda muajit qershor, duke I dhënë Bënjës një tjetër dimension si një destinacion I rëndësishëm turistik dhe çlodhës në vend.